Shkërkimesh është gjetur këtë të premte trupi pa jetë 29 vjeçarit Ardit Beshiri nga fshati Shëngjuni Klosit. Forcat e kërkim shpëtimit, të cilët prej ditësh ishin në vendngjarje në vendin e quajtur Qaf Burrel, ka mundur të pikasin trupin e 29 vjeçarit rreth 2.5 kilometra larg vendit, ku u rrëmbye nga uji dhe inertët të shtunën e Tremajit. Pas konstatimit të trupit në thellësi, po punohet me kujdes për ta nxjerrë nga inertët që kanë zënë poshtë, ndërsa në vendngjarje ishte edhe prokurori i çështjes dhe grupi hetimor. Pritet që në orët në vijim të mësohen më shumë detaje rreth operacionit që vijon të zhvillohet në terren. Kujtojmë se i riu Ardit Beshiri ishte duke punuar me një mjet tip ekskavator pranë vend depozitimit të inertëve të një fabrike për punimi kromi në Qaf Burrel, e cila menaxhohet nga një kompani kineze. Në një moment ka shpërthyer një nga rezervuaret e ujit që shërben për filtrimin e tij dhe e ka marrë përpara bashkë me mjetin ekskavator. Për 6 ditësh në terren kanë qenë 10 forca kërkim shpëtimi nga ushtria shqiptare, Agjencia Kombëtare e Sigurisë dhe Emergjencave në Minjera, AKBN-ja, Forcat e Sigurisë së Kosovës, e qindra banor të Klosit, e familjarët të afërm të ndjerit që janë bashkuar vullnetarisht operacionit për gjetjen e 29 vjeçarit